Vazhdon përplasja verbale në Vlen, Izet Mexhiti bëri thirrje Arben Taravarit që të reflektojë. Arrestohet drejtori i një spitali, dyshohet se mori 20.000 euro rishvet. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Mihalis Rokas, thot se korrupsioni vazhdon të mbetet sfidë për Maqedoninë e Veriut. Në ditën botërore të Romëve, qytetarët e këtij komuniteti thonë se jetojnë në kushte të vështira. Të ndëruar shikues, përshëndetje. Kryetari i Lëvizjes Demokratike Izet Mexhiti i bëri thirrje Arben Taravarit që të reflektojë pasi, siç thot ai, nëse nuk merresh vesh te shtëpia, nuk duhet të shkohet te BDI-ja. Kreu i LD-s tha se ata janë bërë bashkë në kohë të vështira dhe sipas tij nuk është mirë tash në kohë stabile të ndahen. Mexhiti theksoi se nëse Taravari del nga Vleni, nuk do të ketë mbështetje prej tyre në zgjedhjet lokale. Debati i brendshëm në koalicionin Vlen ka tekaluar në atë publik, ku protagonistë kryesor janë kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari dhe kryetari i Lëvizjes Demokratike Izet Mexhiti, ku ky i fundit i ka bërë thirrje Taravarit për reflektim, pasi sipas tij Vlen është formuar si antipod i BDI-s dhe votat i kanë kërkuar për ndryshim dhe rotacion politik. I pyetur për deklaratën e Arben Taravarit se Mexhiti është takuar me Musa Xhaferin dhe Fatmir Deharin, Mexhiti tha se ai ka komunikim me të gjithë për shkak se nuk janë në luftë, por sipas tij dallon komunikimi me marrëveshjen. Ne mbram, domethënë e ftum zotin Taravarit të reflekton sepse flitet dhe ka informata dhe vetë ka vërtetuar që ka bisedime me zotin Ali Ahmeti me Bashkimin Demokratik për Integrim. Pra, brenda Vlenit gjithçka është e lejueshme, gjithçka është legjitime, edhe për ndërtim pozicionesh, edhe për ndërtim idesh, edhe për gjithë shka që ka të bëjë me projekte politike, mirë po, demokracia ka një rregull. Pra, debatohet projekt kontra, udhen argumentet në tavolinë, dhe në fund nëse mbi votohesh, pra, shkon propozimi i shumicës në atë rast. Mirë po, kjo nuk do të thotë se nëse nuk mirësh vesh të shtëpia, du të shkosh, me qëndrime tek Bashkimi Demokratik për Integrim. Kreu i LD-s tha se ata janë bërë bashkë në kohë të vështira dhe sipas tij nuk është mirë tash në kohë stabile të ndahen, duke shtuar se këta e dëshirojnë që ASH-ja e Taravarit të jetë brenda Vlenit dhe se është koha e fundit që të tërhiqet prej bisedimeve me BDI-n. Mexhiti komentoi edhe deklaratën e Taravarit, i cili tha se nëse nuk shkrihen në Vlen, ai me partinë e tij do të bashkëpunojnë me Vlenin në zgjedhjet lokale. E për Mexhitin kjo deklaratë nuk ka teori politike. Listit e Zasovetnici Deklaratat se nëse nuk dakordohen me Vlenin do të dalë vetë në zgjedhje dhe diku do të bashkëpunoj me BDI-n, diku me Vlenin, mendoj se kjo nuk ka teori politike, e jo në praktik. Ajo është do të thotë në ndonjë komunë do të ngrindemi, në tjetrën për shembull në Saraj do të ngrindemi, ndërsa në tjetrën komunë unë duhet të kërkoj nga votuesit e Vlenit ta përkrahin Taravarin. Ndërkaq, për shkrirjen e Vlenit në një parti të vetme, Izet Mexhiti tha se nuk është me rëndësi se cili do të jetë kryetar, se ka vende të mjaftueshme në udhëheqësi, që siç thot nuk është koncepti i barektarizmit, por thirrje nga votuesit se duan vetëm dy tabore politike. Policia ka arrestuar drejtorin e spitalit të specializuar për mjekësi geriatrike dhe paliative në Shkup, Muhsin Arifin, në ndyshimin se ka marrë 20.000 euro mito. Në këtë objekt shëndetësor pranohen pacient të rritur në gjendje më të rëndë shëndetësore ku listat e pritjeve janë të mëdha. Arifi është kuadër i Aleancës për Shqiptarët krahu i Arben Taravarit. Korrupsioni vazhdon të lullëzojë në vend. Policia ka arrestuar drejtorin e spitalit të specializuar për mjekësi geriatrike dhe paliative në Shkup, Muhsin Arifin, në ndyshimin se ka marrë mito. Këtë informacion e konfirmoi edhe Ministria e Punëve të Brendshme për të Vëshenjan. MPB bën me dije se për këtë rast dyshohet edhe një person tjetër, por nuk japin detaje më shumë.
Në aksionin e koordinuar me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Prokurorinë Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, ka arrestuar 2 persona në ndyshimin për vepra penale, marrje e mitos dhe marrje e shpërblimit për ndikim të paligjshëm, po veprohet për zbardhjen e plotë të rastit. Sipas informacioneve ende jo zyrtare, drejtori i Spitalit Geriatrik Arifi ka marrë mito për të hospitalizuar një pacient. Spekulohet se bëhet fjalë për një shifër rreth 20.000 euro, por kjo nuk është konfirmuar ende. Në këtë objekt shëndetësor pranohen pacientë të rritur, në gjendje më të rëndë shëndetësore, ku listat e pritjeve janë të mëdha, ndërsa numri i shtretërve është i kufizuar. Arifi është kuadër i Aleancës për shqiptarët krahu i Arben Taravarit, në krye të Spitalit Geriatrik e ka vendosur Taravari në korrik të vitit 2024. Pas arrestimit të drejtorit nga radhët e tyre për korrupsion, ka reaguar Aleanca për Shqiptarët krahu i Taravarit, edhe pse thonë se Muhsin Arifi është propozuar nga Aleanca për Shqiptarët për zgjidhjet përkohshme në atë pozicion. I bëjnë thirrje organeve të hetuesisë që ta zbardhin rastin. Kushdo që ka shkelur ligjin duhet të mbajë përgjegjësi, pavarësisht nga përgjegjësia etnike, fetare apo politike. Dhënia e drejtësisë duhet të jetë jo selektive dhe në përputhje me të gjitha mekanizmat dhe vlerat themelore kushtetuese dhe ligjore, thuhet në reagimin e ASH-s Taravarit. Ky i fundit edhe në cilësinë e ministrit të shëndetësisë kërkon nga prokuroria sqarim sa më të shpejtë të rastit në lidhje me pretendimet për marrje rishveti nga, siç thotë, një person në pozitë udhëheqëse në një institucion shëndetësor publik. Sot është mbajtur mbledhja konstituive të trupit ndërresorial për koordinimin e aktiviteteve kundër korrupsionit. Kreu qeverisë Kristian Mickoski u bëri thirrje të gjithë qytetarëve që të mos heshtin dhe të raportojnë korrupsionin. Edhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Mihalis Rokas, tha se korrupsioni vazhdon të jetë sfidë për Maqedoninë e Veriut. Ne duam të ndërtojmë një mekanizëm që do të funksionojë shpejt, me efikasitet dhe pa kompromis, ka deklaruar kryeministri Kristian Mickoski në mbledhjen konstituive të trupit ndërresorial për koordinimin e aktiviteteve kundër korrupsionit. Ai u bëri thirrje të gjithë qytetarëve që të mos heshtin dhe të raportojnë korrupsionin. Fatkeqësisht, vitet e fundit kemi parë se si korrupsioni gërryen në heshtje, por në mënyrë të vazhdueshme besimin, si të qytetarët ashtu dhe të institucionet, procedura gjyqësore që zgjasin me vite, akuza që nuk përfundojnë kurrë me vendime, hetimet që hapen vetëm kur bën sension mediatik. Prandaj i bëj thirrje të gjithë qytetarëve, mediave, sektorit jo qeveritar, biznesit, që të jenë pjesë e këtij procesi, për të raportuar, për të reaguar, le të mos heshtin. Ne do të ndërtojmë një sistem ku funksioni do të thosh shërbim, jo privilegj. Ambasadori i BE-s në Shkup, Mihalis Rokas, tha se korrupsioni vazhdon të jetë sfidë për Maqedoninë e Veriut. Ai kujtoi se në raportin e BE-s për progresin e vendit në vitin 2024 është shprehur breng për punën e Këshillit Gjyqësor dhe gjykatave. Prandaj theksoi se presin që Këshilli Gjyqësor të ketë mandat të pavarur dhe se RMV ka nevojë për progres më të madh për të përmirësuar sundimin e ligjit. Korrupsioni vazhdon të jetë një sfidë për Maqedoninë e Veriut, i cili është futur thellë në porrët e shoqërisë dhe qytetarëve. Ka kohë të gjatë që qytetarët edhe spektri politik thonë që korrupsioni shumë shpejt po zhduket, por në praktik shumë pak ka ndryshime. Ne duhet të shohim ndryshime, edhe ato ndryshime të përshpejtuara në luftën kundër korrupsionit, me qëllim që të kemi bazë për reformat e vendosura. Zëvendës kryeministri ngarkuar për politikat të qeverisjes së mirë Arben Fetai tha se si qeveri e re kanë trashëguar një sistem të korruptuar deri në palc, ku ligjet janë shkelur dhe askush nuk ka mbajtur përgjegjësi. Korrupsioni nuk është vetëm problem administrativ, ajo është emergjencë nacionale. Ambasadori Ageler e ka thënë disa herë qartë dhe zëshëm, dhe unë pajtohem me konstatimin, Maqedonia e Veriut ka vuajtur nga një epidemi korrupsioni deri më tani. Këtë e shohim çdo ditë në rrugët tona të rënuara, në infrastrukturën spitalore të shkatruar, në arsimin e degraduar, në mjerimin që ka detyruar të rinjt dhe fuqinë tonë të kualifikuar punëtore që të ikin nga vendi. Korrupsioni është pengesa më e madhe për zhvillimin dhe të ardhmen në një kombi. Prandaj qëndrimi im është një luftë ashpër dhe pa kompromis, tha kryeministri Kristian Mickoski. Prokuroria Themelore Publike e Kumanovës ka lëshuar urdhër për zhvillimin e procedurës hetimore ndaj 2 vëllezërve nga fshati Lluk i Krivapallakës, për cilët ekziston dyshimi bazuar se si bashkëpunëtor kanë kryer veprën penale vrasje.
Të dyshuarit e moshës 20 dhe 25 vjeç, nga lakmia i kanë marrë jetën bashkëfshatari tyre. Natën mes 24 dhe 25 marsit, ata kanë rënë dakord të kryejnë vjedhje në shtëpinë e viktimës. Vllai i vogël e ka zgjuar në fakt të dëmtuarin dhe e ka nxjerrë jashtë me pretekstin se donte t'i blinte raki. Në obor e ka goditur me shat në kokë. Më pas të dy e kanë tërhequr zvarr së bashku dhe e kanë goditur edhe disa herë me një send. Duke kontrolluar në xhepat e viktimës, ata i kanë marrë 6.000 denar, të cilat i kanë ndarë mes vete dhe më pas kanë kontrolluar shtëpinë dhe hapësirat tjera ndihmëse. Në fund e kanë lyer trupin e tij me benzinë dhe i vunë flakën dhe më pas e hodhën në një grop buzlumit dhe mbuluan me pemë dhe gur, informoi prokuroria. Me propozim të prokurorit publik, gjykata themelore në Kumanov për të dy të dyshuarit caktoi masën e paraburgimit prej 48 orëve. Katër nga të lënduarit nga zjarri në Koçan, cilët po trajtoheshin në spitalin Pirogov në Sofje, sot do të lirohen për mjekim shtëpiak, njoftuan nga Ministria e Shëndetësisë. Ministria e Shëndetësisë po ashtu informoi se në spitalet në vend po trajtohen 7 pacient nga të lënduarit në Koçan, ndërsa jashtë vendit janë hospitalizuar 64 pacient. Nga Ministria e Shëndetësisë kanë sqaruar se aktualisht po bëhet kategorizimi i pacientëve sipas nevojave për rehabilitim, me qëllim të sigurimit të trajtimit të duhur të mëtejshëm për të lënduarit. Pas zjarrit që shpërtheu në orët e hershme të mëngjesit të 16 marsit në diskotekën Puls, 15 pacient u transportuan drejt Bullgarisë. 8 pacient u shtruan në spital në Pirogov, një spital që ka një nga qendrat më të mëdha të trajtimit të djegëve në rajon. Një ditë më parë ndroi jetë një tjetër pacient që po trajtohej në Lituani, duke çuar në 61 numrin e të vdekurve nga tragjedia në Koçan. Qytetarët Rom kanë shprehur pakënaqësitë për gjendjen e rëndë të tyre. Ata theksuan se gjendja e tyre është e pashpresë, mungojnë punësimet dhe largohen të rinjt. Thonë se komuna e tyre Shutorizar është e diskriminuar plotësisht. 8 prilli, dita e Romëve, vlerësohet si datë e rëndësishme që shënon historinë, kulturën dhe identitetin e komunitetit rom. Një grup i cili ka përballuar shumë sfida, përfshirë diskriminimin dhe marginalizimin. Televizioni Shenja ka intervistuar disa qytetarë rom, të cilët u shprehën se jetesa për romët ende është e shoqëruar me diskriminim dhe vështirësi të shumta. Ata theksuan edhe mungesën e punësimeve, si dhe largimin e të rinjve. Državata je partijski organizirana. Shteti është i organizuar partijak, Shutorizar është i diskriminuar plotësisht. Ne jemi popull më i diskriminuar nga të gjitha partitë, duke filluar nga Partitë Shqiptare Maqedonase. Të punësuar ka më shumë shqiptar, ende më shumë maqedonas, ndërsa romët nga të gjitha nacionalitetet në Shutorizar dhe në vende tjera nuk janë të punësuar. Çfarë jete kërkohet, prej cilave kushte, papunësia është tejet e madhe. Nëse ka punë, do të ketë fryte. Kështu tha një tjetër qytetar duke vërë theksin tek të rinjt që largohen për shkak të papunësisë dhe kushteve jo të mira në vend. Mora dhe imame stërplenës dhe imame. Të ketë më shumë punë, që të mundemi të mbesimi këtu. Nëse ka punë, do të ketë fryte. Nëse nuk ka punë, kudo që të shkosh nuk mundet njeriu të jetë i suksesshëm. Çka kërkojnë të rinjët të ikin në mërgim, kur mundet këtu të ketë punë, a ajo punë varet prej institucioneve. Ndërkaq një tjetër qytetar thot se ata nuk kanë mbështetje dhe se askush nuk lufton për romët, edhe pse me fakultete ata nuk munden që të punësohen. Një pikpyetje të madhe se sa mund të gjejmë punë. Kemi njerëz me fakultete të cilët as ata nuk mund të punësohen, a nuk kemi pak. Kemi shumë tash me fakultete, ama nuk munden të punësohen. Nuk kemi mbështetje, askush nuk lufton për romët. Ata i bëjnë thirrje shoqërisë dhe institucioneve që të ndërmarrin hapa konkret për të garantuar barazinë dhe mundësitë për një jetë dinjitoze për të gjithë qytetarët, pa dallim etnie. Ministria e Punëve të Brendshme informoi se mëngjesin e sotëm 2 shkollat mesme të Shkupit kanë marrë emaile për bomba. Më datë 08 prill 2025, 2 shkolla në Shkup kanë raportuar në sektorin e punëve të Brendshme Shkup se kanë marrë njoftim përmes emailit për qoja vendosje të mjetit shpërthyes.
Minjerë janë ndërmarrë masa dhe aktivitet adekuati, janë kryer kontrolët e nevojshme dhe është konstatuar se bëhet fjalë për kallëzime të rreme, njofton Ministria e Brendshme. 2 muaj më parë, më 7 shkurt arritën më shumë se 240 raportime për bombat vendosura në shkollat në vend. Të gjitha raportimet ishin të rreme. Kërstime me bomba në shkollat e Maqedonisë Veriut ka pasur vazhdimisht nga viti 2022 e këndej, por që të gjithë kanë dalë të rrejshëm. Po e mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të ndruar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje deri atëherë.